dëgjoheshin gjuajtje, por në atë mëngjes pam njerëz të uniformuar pranë hotelit. Kishte një thirrje që të qëndrojmë brenda në dhoma, gjithë ajo kohë paraqet një stres dhe frikë. Më fal. Me datën 24 shtator 2023 keni qenë në teritorin e Republikës Kosovës si turist, apo? Po, ne kemi ardhur më datën 22 të premten. Unë, shoqja ime, fëmia ime i mitur, motra ime dhe dhëndri im. Ideja ishte që të pushojmë pak në banjë dhe ta vizitojmë manastirin. Vizita ka qenë private, me automjet privat dhe me një pjesë të familjarëve të mi. Deri në ditën e ndodhjes në atë mëngjes, nuk kam parë persona që më janë dukur se nuk janë turist. Në ditën që ndodhen të ndodhi, dëgjoheshin gjuajtje, ne nuk mund të shihnim asnjë, por në atë mëngjes pam njerëz të uniformuar pranë hotelit dhe përreth. Dhe pastaj kishte një në hotel. Njerëzit që i pam jashtë hotelit, përreth hotelit. Pam 2 veta në uniform, pa shenja, pa distinktiv dhe me armë ushtarake. Mund t'ja shihnim vetëm pushkën, kurse uniformën jo, sepse ne ishim poshtë shkallëve, ndërsa ai po kërkonte ndonjëfarë batanie ose diçka të ngjashme. Ai ishte personi jashtë hotelit. Nën dritarën në të cilën ishim vendosur ne, nga dritarja mund të shihnim se personin për të cilin po flas ishte në uniform, kishte municione, kishte bombë. Nuk mund të them me siguri, por mendoj që po, ne mund të shihnim atë nga kati i parë poshtë dritares, për këtë që ishte jashtë. Sepse në asnjë moment nuk mund të shihnim në fytyrë, ne i shihnim prej sipër. Ne ishim poshtë shkallëve, na kërkoi një çarçaf. Kur ai kërkoi, unë isha në pjesën tjetër të hapësirës, ndërsa gruaja i ka dhënë një batanie. Sa i përket pyetjes të kufizimit në dhoma, nuk kishte diçka të tillë, kishte një thirrje që të qëndrojmë brenda në dhoma, sepse kishte dëshirë dikush të dilte nga dhomat. Kush e dha këtë? Na thanë që të kthehemi, ne u nisëm për të dalë, por na u tha që të kthehemi në hotel. Vështirësitë ishin fillimisht për shkak të si rezultati gjuajtjeve dhe eksplodimeve që ishin jashtë hotelit. Pastaj kur zbardhi dita të nesërmën, kur i pam këta persona të uniformuar që po shëtiteshin përreth hotelit, vendosëm të fshiheshim në podrum dhe aty qëndruam një 2-3 orë. Unë prej asaj dite vendosa që të mos vimo asnjëherë në Kosovë. Ne shkuam të hënën, domethënë në paradite, dhe shkuam duke na siguruar policia e Kosovës. Gjithë ajo kohë paraqet një stres dhe frikë. Më fal. Që në një rast të tillë, në bazë të objektit të akuzës, e konstruimi nuk do të sillte asgjë të re përveç zvarritjes së procedurës.